Rikthehemi në studio për të vijuar me emisionin e pasdites. Si çdo të premte ne do t'ju japim këshillat e bukurisë për një bukuri të përjetshme dhe kemi pasur gjatë 2 javëve të shkuara, kemi folur për acid hyaluronik Versace V1969, e cila ju jep rinin e përjetshme. Kemi provuar edhe në studio me zonjat e publikut ton, të cilat na kanë treguar se sa i suksesshëm ishte dhe i menjëhershëm efekti i acid hyaluronik. Dhe si përbërës kryesor i kolagjenit, acid hyaluronik, tashmë kemi dhe kolagjenin në studio. Më në fund. Dhe me Malvina Durakun, e cila do të na prezantojë prapë me këtë produkt i jashtëzakonshëm, i cili na vjen në ndihmë për ripërtëritjen e trupit ton, si një proteinë e nevojshme pra në trupin ton. Çfarë është kolagjeni? Së pari shumë faleminderit për ftesën e Orida, kënaqësi dhe për mua. Kolagjeni Versace V1969 më në fund na erdhi në Shqipëri. Na erdhi në Shqipëri. Pas ka shumë vite që ne kemi parë për te ekraneve. Teleshop Albania bëri të mundur që ta sjellë pranë nesh dhe unë jam shumë e lumtur dhe kam një ndjesi shumë të mirë që e kam në duar këtë produkt. Jo vetëm unë, po edhe zonja që kemi këtu e kanë shumë afër, por gjithashtu edhe njerëzit që na ndjekin nëpërmjet ekranit, ku gjatë gjithë kohës do kenë besoj dhe ta afishuar numrin e telefonit për të marrë informacione. Gjatë gjithë kohës edhe ne do t'japim informacionin se çfarë është vërtet kolagjeni 1969. Kolagjeni Versace 1969 është një produkt i cili do t'a quanim, e kemi quajtur produkti i bukurisë dhe i shëndetit të përjetshëm. Neve ka kohë, dëmë që është si produkt, por në Shqipëri 4-5 vite ka që ka ardhur që është bërë pjesë. Pra flitet gjatë gjithë kohës për kolagjenin, për humbjen e tij, pra pas moshës 25 vjeçare, trupi ynë e humbet. Praktikisht neve jemi një shishe e madhe kolagjeni, e cila ecën, edhe 70% e trupit tonë është përbërë nga kolagjen. Ky fillon dhe humbet në moshën 23-25 vjeçare, pra tek femrat ndodhet edhe më shumë humbja e kolagjenit. Dhe kjo bën të mundur edhe rrudhjen e fytyrës, pastaj plakjen, problemet me kockat, me reumatizmën, pra 80% themi e shqiptarëve vuajnë nga reumatizma. Shfaqen smundje. Shfaqen smundjet, pra jo vetëm mosha e madhe, por edhe rinia pra ka probleme me reumatizmën, por edhe duke qenë se ne jemi një vend mesdetar dhe jemi shumë i rrahur nga dielli, por dhe të rrethuar nga njerëz nga duampirës, kjo bën edhe të mundur plakjen e fytyrës, kështu që humbin më të shpejt. Patjetër, më të shpejt, kështu që këtë na i mundson Versace 1969 kërkoi ndjes, e cila do bëjë të mundur që të na sjellë bukurinë e përjetshme, freskinë e lëkurës, por gjithashtu edhe shëndetin dhe qarkullimin më të mirë të trupit të organizmit tonë. Është një si shkon pra ky kolagjen i hidrolizuar në të gjitha pjesët e trupit tonë, se ne duhet ta pim. Përdorimi i saj është të pim sa në ditë? 2 lugë gjelle. 2 lugë gjelle në ditë. Në ditë, para si të shtrihemi, gjysore para si të shtrihemi. Pra ne shkojmë, marrim atë lugën e gjellës dhe themi ndërkohë që e pim, okej, unë tani po pi një lugë shëndet, një lugë bukuri. Shtrihemi me ëndra të bukura dhe nesër nxjohemi shumë me entuziazëm, me rini, me freski, sepse rezultatet janë fantastike të këtij produkti. Ky kolagjeni ka proteina, të cilat na mbrojnë edhe nga aciditetet e stomakut, kështu që e bën vetë shpërndarjen për personat që vuajnë nga rënja e flokëve, për problemet me thonjt, nga sytë, nuk është vetëm për lëkurën. Jo, është për gjithë organizmin. Pra, për gjithë shëndetin e njeriut si nga brenda, ashtu edhe bukurinë e jashtë. Ashtu edhe nga jashtë, pra gjatë gjithë natës kjo bën funksionin. Patjetër, bën funksionimin, domethënë dhe shpërndan, dikush e ka problem për shumë tek flokët, dikush e ka tek thonjt, dikush tek lëkura, tek të gjithë personat që janë me probleme. Pra, është më shumë se një ilaç, sigurisht pas një lloj efekti ansor. Parandalues të gjitha llojet e smundjeve dhe kështu që i zëvendësojmë dhe heqim ilaçet e medikamentet që ne marrim gjatë gjithë ditës. Ne drejtohemi te Teleshop Albania për ta marrë këtë produkt, po sa është i certifikuar si produkt? Sigurisht është i certifikuar, absolutisht është i certifikuar. Neve kemi të drejtën për ta shitur në Shqipëri, kështu që ashtu siç jeni në shtëpi tuaj të akomoduar, mjafton të merrni telefonin, të formoni numrin që e keni ta afishuar gjatë gjithë kohës, edhe pse ju ta bëni tuaj këtë produkt që edhe çmimin realisht e ka fantastik, për vetëm 49.900 lekë të vjetra, është një çmim promocional që kushdo familje shqiptare, sepse nuk është një produkt luksi, pra është një produkt që është jetësor, le ta themi. Është vërtet i nevojshëm. Është vërtet i nevojshëm dhe ja sugjeroj ta përfitojnë gjithë grave. Vetëm zonja duhet ta pi? Jo, absolutisht, edhe meshkujt dhe femrat. Femrat e humbasin më shumë, por që edhe meshkujt duhet ta përdorin. Dhe unë nëse më lejon të them, meqense jemi duke
afër festave të Shën Valentinit. Pra këtu i bëj thirrje gjithë meshkujve, nëse nuk kanë vendosur akoma të bëjnë një dhuratë për bashortet e tyre. Është dhurata fantastike. Është fantastike sepse një buqet me lule, okay, maksimumi një javë do thahet, ndërsa ti dhurosh rinë e përjetshme bashortet dhe njerëzve që ne duam, është fantastike. Pra duhet patjetër. Rezultatet kur fillojnë të duken? Rezultatet fillojnë të duken që muajin mbas përdorimit të muajit të parë, por që edhe ditët e para sepse ti e ndjen veten më të lirë, më të freskët, më pa dhimbje, më me energji. Më me energji për jetën edhe pse jo më të bukur. E kuptoj. Pra duken me një herë. Patjetër që duken me një herë. Për sa kohë mund të zjas një shishe e tillë? Një muaj, maksimum një muaj sepse 2 lugë i gjelle çdo darkë. Ky është edhe 500 ml, kështu që për një muaj është mjaftuar. Pra nuk harxohet shpejt. Jo, nuk harxohet shpejt. Është një shpenzim që duhet bërë një herë në muaj për secilën zonjë. Për shëndetin dhe bukurinë tonë. Për shëndetin e mirë. Pra këshillohet edhe për meshkujt dhe për femrat, dhe për femrat. Patjetër, domethënë femrat e humbasin pak më shumë, që janë të parat që duhet ta marrin. Kështu që t'ia sugjerojmë dhe partnerëve tyre pse jo, bukuri është. Keni pasur klientë të cilët kanë sjellë rezultatet e tyre? Absolutisht që po, dhe këto doja ta thoja, unë jam shumë e lumtur kur marr dhe benefitet e para nga klientët, të cilët ritelefonojnë dhe janë mjaft të kënaqur për rezultatet që kanë pasur pas përdorimit të kolagjenit, dhe kjo më lumturon pa mas. Është një seri produktesh në fakt, si kjo e kolagjenit, ashtu kemi pasur acid hyaluronik, kemi edhe kremin e Versace V1969. Nëse këto përfshihen të gjitha bashkë, në një set, po. Nëse merren nga secila prej zonjave që po na shikon nga ekrani, po jo vetëm, sepse është edhe për të gjithë burrat, meshkujt zotërinë që kanë dëshirë që të kenë edhe ata rininë e përjetshme dhe për më tepër të kenë një funksionim të mirë të organizmit tyre nëpërmjet. Nëse i marrim të plotë si set, a ndihmon më shumë kjo gjë? Nëse e marrim plot sigurisht që ndihmon më shumë, por kjo varet edhe nga mundësitë ekonomike që kanë njerëzit. Mund ta fillojnë me kremin, i cili ka vlerë 29000 lekë, mund të fillojnë me acidin hyaluronik, por ky i përmbledh të gjitha. E kuptoj. Shurupi i përmbledh të gjitha kolagjenit. Pra, nëpërmjet të shurupi fillon edhe një risistemim i mirë i organizmit, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Edhe shijen e ka fantastike. Pra, te kjo pjesa e shijes. Shija është fantastike, është e mrekullueshme, kështu që do konsumojnë dy lugë. I them të mos e vazhdojnë tretën, se të mbarohet më njëherë. Ju e keni filluar, keni provuar? Unë e kam filluar personalisht vetë dhe sinqerisht domethënë ndiem se mund të jetë pak psikologjike ditët e para, kupton, ndiem shumë entuziaste, shumë e freskët, shumë e lumtur, domethënë sepse fundja po pi diçka për bukurinë dhe për shëndetin. Edhe ndjesh rehat, për t'i bërë një përmbledhje normalisht, kësaj që kemi në dorë, kolagjenin, si është një protein tepër e nevojshme për trupin e njeriut. Në shumicën e rasteve, të gjithë instruktorit e fitnessit na bëjnë të ditur që proteinat janë më së nevojshme. Dhe kjo është një nga proteinat më të ka proteinë, ka vitaminën B, ka magnez për flokët, për personat që vuajnë patjetër, për personat që vuajnë nga rënja e flokëve, nga stresi që shkaktohet kjo gjë, bën të mundur para për t'i bërë dhe një përmbledhje, çfarë është kolagjeni edhe një herë, për të gjithë ata që po na ndjekin në këtë moment, pra e kanë hapur televizorin në këtë moment, dhe sërish për t'i rikujtuar se çfarë është kolagjeni V1969. Kolagjeni V1969 është produkti i cili duhet ta ketë çdo person në shtëpinë e tij për të pasur rininë dhe bukurinë e përjetshme dhe ato urimet që ne i bëjmë njëri tjetrit të uroj shëndet dhe bukuri, të mos mbeten thjesht fjalë dhe dëshira, por me prova me kolagjen. Pra, nëse keni ndërmend të bëni një dhuratë, ja ku e keni. Kolagjeni Versace V1969 është tani në Shqipëri, numrin e keni ta nënçuar në ekranin e vizionit pas ditës, mund të telefononi me një herë dhe të gjitha agjendet do të jenë kem pra kujdesin e agjendëve të gjithë klientët që do të marrin. Momentin që do marrin, do të kenë përgjigje dhe informacione. Dërgesat si keni? Dërgesat janë të menjëhershme brenda 24 orë. Prandaj them, siç janë të ulur, telefonin, numrin e telefonit që keni ta fituar. Ju i dërgoni me njëherë në shtëpitë e tyre. Absolutisht me njëherë në shtëpinë e çdo klienti dhe pas një lloj kosto transporti. Faleminderit që ishte me mua sot. Ishte një kënaqësi. Faleminderit që na sjellën në studion e vizionit pas ditës gjithmonë rini nëpërmjet Versace V1969. Faleminderit edhe ju që na ndoshët, shihemi pas pak.